Përshëndetje, shenje dashit, ja ku jemi pas një javë munges, akoma ashtu, po mundohemi të qëndrojmë në këmbë, si do që të jetë, është muaj i ri, tim datë 10, ecim, bëjmë si të bëjmë, por që zhvillohet më mirë më vonë. Nëse në vijat të përgjithshme, ju them, t'ju uroj një herë pikë së pari muajit të mbar, përsa i përket parashikimit të muajit pastaj e gjeni në YouTube Zodiac Oracle. Në momentet më të rëndësishme të tij do flasim her pas here. Këtu jemi në analizën e javës për shenjën tuaj dhe nisim pa u vonuar shumë, por si fillim dhe njëherë t'ju kujtoj se për parashikime personale më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju jep mundësinë e realizimit të një ëndre jete, do thosha. Pra është pikërisht ajo dita që pikë së pari një pas një rezumeje të gjatë që bëni, kuptoni se keni arritur deri diku në realizimin e një objektivi tuaj shumë të rëndësishëm. Kjo edhe përsa i përket shëndetit një pikë së pari, kjo përsa i përket stabilitetit ekonomiko-financiar për disa, stabilitetit material për disa të tjerë, një karrierë, një çështje karriere që më në fund po ecën mirë dhe arrini të fusni këmbët tuaja diku seriozisht, dhe në aspektin personal i bie që një marrëdhënie në cilën ndodheni, jeni apo keni krijuar kohët e fundit, po jep atë stabilitet të cilin prej kohësh kërkoni. Domethënë, dita e hënë u lëret me të madhe stabilitet, stabilizohesh, ikën lihet pas krave vështirësia që keni kaluar deri më tani dhe bëhuni gati për të kapur mundësitë dhe për të vazhduar përpara. Favorizohet shumë çfarëdo lloj pune që përfshin procesin mendor, intelektual, kështu që bëni atë maksimalen tuaj, shfrytëzoni çdo mundësi që ju ofrohet ditën e hënë. Këto mundësi ju çojnë drejt stabilitetit dhe qëndrueshmërisë. Gjatë në kohë, nuk po flas vetëm për këtë muaj, po gjatë në kohë. Sido që të jetë ka këto tipare dita e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që ju jep të kuptoni se çdo vështirësi që keni kaluar deri më tani, çdo bllokesë që keni pasur deri më tani, në karrierën tuaj, në ambientin e punës, në aspektin familjar, frika që keni pas për të hedhur hapin në realizimin e një ëndre që keni pasur, në një marrëdhënie nëse ndjen të ngecur, gjithë kjo ka si pasojë e manipulimit që vetë ju i keni bërë vetes tuaj. Domethënë, përmes frikës, pasigurisë, jam i këtu ku jam, nuk dal dot nga zona e komfortit, kam frikë të eci më tej, po pikërisht kjo dita e martë është ajo e cila ju a tregon këto, ju a shfaq haptazi dhe ju lejon, ju jep mundësinë që siç i keni krijuar këto litar që ju lidhin pas këtij realiteti, ashtu të keni dhe mundësinë të shkëputeni nga ky realitet, të shkëputeni pra vetë. Pra dita e martë ju mëson pikërisht që të shikoni realitetin për atë çka është, të kuptoni se nuk ju kanë të tjerët faj, po e keni vetë ju fajin që jeni futur dhe jeni zhytur në këtë lloj situatash ku aktualisht ndodheni dhe po ashtu jep mundësinë që të vetë të çliroheni pra nga situata të caktuara ku gjendeni të bllokuar momentalisht. Përsa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e veprimit, veprojmë, lëvizim, është dita e tërheqjes fizike, është dita e njohjeve të reja, është dita e stimulit të nevojshëm në mënyrë që të idhni hapa drejt realizimit të një objektivi tuaj, pra të pandalshëm ditën e mërkurë. Përsa i përket arritjes së objektivave tuaja, është Marsi që ju udhëheq normalisht dhe ju thot ec, vazhdo dhe realizo ëndrat e tua. Tani duke qenë se Marsi në fakt do të takohet pak me Jupiterin aty nga data 6. Mundohuni, nuk e çfarë të e bie, domethënë 4 është e hënë. Fiks fare aty jemi, në atë datë jemi, prandaj ju del Marsi këtu. Këtu çdo gjë është e mundur. Fundja, aspekti që krijohet midis Marsit dhe Jupiterit gjatë kësaj dite është një aspekt quhet i vështirë sepse ka për bazë egzagerimin, por nga ana tjetër tregon edhe se është dhe aspekti i sfidave, i vështirësive, por që nëse ju përdorni forcën e vullnetit, nëse ju përdorni se thuash guximin, pa arrogancë, pa nxitim, pa këto ndikimet negative të Marsit, atëherë themi se një objektiv arjet shumë mirë pavarësisht vështirësive që hasni në rrugën tuaj, sepse do ketë dhe vështirësi, por keni dhe mundësi që t'ja dini të keni goxha sukses ditën e mërkurë.
Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që mbroni marrëdhënien tuaj. Qoftë jeni meshkuj apo të jeni femra, ju që jeni meshkuj, besomëni, do të ndjeni, ndoshta ju të tërhequr nga një personi tjetër, ose dikush do ju markoj shumë ngushtë, dhe këtu duhet ju të vendosni ose të pozicionoheni për atë çka realisht ka rëndësi në jetën tuaj. Pra kujdes nëse po e luani po them me tablo të dy fisht, me porta të dy fishta, sepse do e pësoni keq dhe është gjuna një marrëdhënie që keni konkrete stabilizuar në jetën tuaj ta hedhni në erë për një njohje kalimtare, për diçka që nuk do zgjasë dhe shumë. Juve që jeni femra, mbroni marrëdhënien tuaj sepse një person i tretë po mundohet të hyjë në mes. Ditën e enjte e vini re këtë gjë. Përsa i përket ditës së premte, ja ku shfaqet me nga dita e enjte dhe dita e premte, vlen po e njëjta gjë, shfaqet përsëri pas siguria, dyshimet, janë pikërisht këto ato fiksimet, ato të cilat të hen nga brenda, ato të cilat gjëra edhe mund të kenë ndodhur më përpara, tani rikthehen dhe ju konsumojnë. Kujdes, është një situatë që mund të çojë deri në agravim të gjërave, dhe të çojë edhe në ndarje të vështira, të çojnë në skandale të mëdha. Kujdes me shëndetin gjatë ditës së premte, kujdes me financat gjithashtu. Është një ditë që plas skandali, është një ditë që është kaos në total, frenetizëm. Unë do të thosha ruani arsyen, mundoni ta ruani arsyen, ta marrni fut e kokës në kokë dhe duhet të kuptoni se këto dhe nuk janë situata të reja, janë situata të vjetra, kanë ndodhur dhe dikur tjetër. Kjo është thjesht momenti që t'i jepni fund, t'i vendosni pikat atje ku duhet mbi e premtja. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e bëj folen aty ku jesë të erdhi ujku, do me thënë e enjte, premte, shtunë, bëni kujdes. Bëni kujdes dhe mbroni interesat tuaja, kujdes nga armiqt, kujdes nga tradhtit, kujdes nga çfarëdo gjëje i përket djallit, është djallëzore, është e keqe, është tundim, është mëkat. Kujdes nga këto gjëra, ju lutem shumë, e enjte, e premte, e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që ju nxjerr përsëri në dritë. Domethënë është ajo dita që shumë prej jush kuptoni se kaluat vështirësi dhe po e se drejt së ardhmes, është ajo dita që ju mundëson të rriteni, të zhvilloheni, të maturoheni dhe ju drejton drejt së ardhmes. Pra, e idhni pas krave të kaluarën dhe përmes bisedave, njohjeve, mundësive, propozimeve, ideve që do të keni, shtroni rrugën drejt së ardhmes ku ju pret dhe një realizim shumë i bukur ku në muajt e verës, qershor, korrigusht janë fenomenal, por të shtrohet rruga që ditën e diel pra. Përshëndetje, përshëndetje jemi përsëri këtu pas një javë mungesë, pra ju dhe unë bashkë të Zodiac Oracle për të analizuar tiparet e javës për shenjën tuaj, ndërkohë jemi në një muaj të ri dhe unë ju uroj muaj të mbar. Ju kujtoj se parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, ndërkohë që mundësinë për të rezervuar takimin tuaj e keni duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 620 2290. Juve të dieni që këto dytë jeni në ndikimin e ënës së plotë që ndodhin datën 1, akoma me marrëdhëniet në çift, me bashkëpunime, bashkëjetesa dhe kontrata të rëndësishme, akoma jeni duke u munduar të gjeni një farë ekuilibri. Do kaloj avash, por të shohim se çfarë java ka rezervuar në përgjithësi. Atëherë përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë sjell mundësi sqarimi. Nëse ka ndodhur në keq kuptim, sjell mundësinë e realizimit të një ose të dorëzimit në afat të punës tuaj dhe si rezultat vlerësimin që vjen për shkak të realizimit të bukur të punës tuaj. Është një ditë që sjell propozime, sjell oferta, sjell çeljen e rrugës ose një okej në përhapjen e rrugës dhe realizimin e një objektivi tuaj shumë të rëndësishëm. Është dhe dita që mbase ndoshta rivendoset komunikimi me një person që keni kohë pa folur ose gjeni përsëri rrugën e komunikimit me person me cilin keni pas probleme përsa për kësaj gjëje, por është një ditë që favorizon pikë së pari kontrata të rëndësishme pune, biseda të rëndësishme përsëri për lidhje pune dhe çeljen e rrugës, hapjen e rrugës për realizime të mëtejshme, të mëvonshme përsëri në punët tuaja.
ose marrin një dokumenti, pse jo, të rëndësishëm që kishit kohë që po e prisnin. Përsa i përket ditës së martën po e njëjta gjë, pra çfarëdo gjë ka të bëjë me punën, karrierën, çështje ligjore, gjyqësore, shtetin dhe në të rësi objektivat tuaja që arrihen, ylli juaj që shkëlqen dhe meritat që vjen edhe vijnë atje në vend, themi se dita e hënë dhe dita e martë sjell realizime shumë të bukura dhe stabilizon situata në jetën tuaj profesionale, më tepër ekonomiko-financiare qofshin ato, në lidhje me të ardhmen tuaj në përgjithësi. Po, kështu që shumë bukur dita e hënë dhe dita e martë. Përsa i përket ditës së mërkurë, edhe më bukur akoma, pra çfarëdo gjë je prisnit, ju vjen në formën e dhuratës, edhe ju do të festoni. Çfarë është kjo? Mund të vijë një fëmijë në jetën tuaj, mund të fitoni vendin e punës së ëndrave tuaja. Mund t'ju çelet rruga, hapet rruga për realizimin e një objektivi shumë të rëndësishëm. Një sukses është në vija të përgjithshme, një arritje që ju vjen, duke qenë se ju vjen në një moment që nuk e prisnit, sepse me sa duket i kishit humbur shpresat, interpretojmë si formën e një dhurate, por që është momenti i bollokut, është momenti i çdo gjëje të bukur, i stabilitetit, sikurse po e them, dhe shijojeni sepse e meritoni. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte tash është një moment dhe do ta shikoni këtë gjë, kur të shikoni të dëgjoni ato parashikimet e muajit për shenjën tuaj. Dita e enjte sjell një person nga e kaluara në jetën tuaj, ose duke qenë se ky person ju shkruan përsëri ose veti gjallë, duket se asgjë nuk ka mbaruar ende. Pra bëni gati sepse dikush po rikthehet ose po tenton të rikthehet në jetën tuaj dhe këtë e vini re gjatë ditës së enjte. Përsa i përket pastaj ditës së premte, dita e premte ju jep mundësinë e zgjidhjes së një problemi. Me sa duket, ditën e premte përmes një bisede, përmes një situate që krijohet, përmes një të vërtete që thuhet, del diçka në pa dhe e shikoni realitetin për gjithçka është, jo atë çka keni menduar ju deri më dje se dinit, por atë çka realisht është në të vërtetë. Një situatë që mund të jetë krijuar në ambientin e punës dhe s'dini gjë, një situatë që mund të jetë krijuar në familje dhe s'dini gjë, një situatë që vlonte në jetën tuaj personale, në marrëdhënien tuaj personale dhe ju përsëris dini gjë. Merret vesh, i kuptoni të gjitha dhe është pikërisht ai momenti ku mbyllet një kapitull, mbyllet një derë, por jepet mundësia që të njëkohësisht të hapni 10 dyert të tjera për realizimet tuaja. Kështu që ose mund të jetë thjesht ai momenti i ditës së premte ku në mënyrë që të keni një fillim të ri në jetën tuaj, të duhet të ishte qafe diçka tjetër, të mbaroj diçka. Por që vjen më tepër në formën e zbulimit, në formën e realizimit të kuptuarit, se duhet të përfundonte dhe të largojë, të mbaronte pra diçka. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e risqeve. Kujdes, unë do ju inkurajoja shumë për të sjell, për të bërë ndryshimin e madh në jetën tuaj. Tjetër gjë të kapësh një moment që duket i favorshëm, por që prapë do studiuar mirë, dhe tjetër gjë të jetësh gjithanë sepse mendon se ashtu do realizohesh më mirë. Kështu që është 50 me 50 dita e shtunë përsa i përket çmendurive që doni të bëni apo risqeve që doni të ndërmeni. Ka nga ata të cilët do të studiojnë mirë situatën, do dalin të fituar dhe do frymëzojnë dhe të tjerë për të bërë të gjë, por ka edhe nga ata të cilët do ja fusin kot edhe normalisht do e pësojnë. Kështu që me kujdes, nuk ja vlen që për një moment, për një çast, për një eufori të çastit të momentit, të jeni në ajër gjëra që mezi keni krijuar dhe ndërtuar në jetën tuaj, qoftë to marrëdhënie, qoftë një stabilitet ekonomiko-financiar, qoftë një biznes, qoftë një punë që mezi e keni arritur, me kujdes pra. Me kujdes përpas të veproni ditën e shtunë, sidomos për gjëra të rëndësishme të mëdha. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që keni nevojë të mendojeni, keni nevojë të rriqeni thellë brenda vetes tuaj përpara të merrni vendime të rëndësishme. Pra, nuk do keni qejf të dini, nuk do keni qejf të takoni shumë njerëz, do të doni të izoloheni paksa, do të rriqeni nga pjesa tjetër e botës, pse? Për të analizuar mirë mendimet tuaja, për t'i vënë ato në një drejtim dhe për të marrë vendimet që duhet të merren. Por të tillë do të jeni ditën e diel. Se a do arrini të merrni vendimet e dhura, nuk e di, këto ta shohim gjatë rrugës. Përshëndetje, përshëndetje mbi njarëve dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiak Oracle, parashikimet e javës për shenjën tuaj, sido që të jetë fillimisht do të themi muaj të mbar një herë, sepse më në fund ja dolëm të vim dhe në muajin
maj, për ju ndryshimi më i rëndësishëm dhe më i madh është fakti që Urani ka kaluar në shenjën tuaj. Po filloni ta ndjeni ndikimin e tij apo jo, me të papritura, surpriza, situata që ju nxjerrin jashtë parashikimeve tuaja, me më shumë frenetizëm që shtohet në jetën tuaj, po dhe me më shumë mundësi që shfaqen në të, sido që të jetë se çfarë realisht do të sjelli për ju, apo çfarë si do ndikoj në lëvizjet të tjera planetare brenda këtij muaji dhe si rezultat çfarë do sjellin në jetën tuaj, e gjeni tek parashikimet e muajit për shenjën tuaj në YouTube Zodiac Oracle. Për parashikime personale, pastaj për një orientim më të saktë për secilin, mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 640 2290 për të rezervuar takimin tuaj. Për sa i përket ditës së hënë, është ditë fati. Fati në total nuk mund t'i vë një emër, nuk mund t'i vë gishtin një situate, favorizon gjithçka. Një çështje me natyrë ekonomiko-financiare, një çështje pune, një çështje njohjeje, një moment që shfaqet në jetën tuaj nga hiçi, nga asgjëja, por nëse shfrytëzoni siç duhet, mund të ndryshoj komplet rrjedhën e jetës tuaj për mirë prej këtej e në vazhdim. Për sa i përket ditës së martën, po e njëjta gjë, pra diçka shumë e madhe me sa duket ju pret ditën e hënë dhe ditën e martë, mund të jetë realizimi ose emërimi në vendin e punës së ëndrave tuaja, arritja dhe stabilitetin e një post pune që prej kohës e keni pritur, propozimi për një martesë, një bashkëtesë, mundësia për të lëvizur diku jashtë shtetit apo për të marrë dokumentat atje ku ndodhet secili prej jush, nuk e di, është një realizim shumë i madh, shumë i bukur, shtatzani, një fëmijë që vjen në jetën tuaj, nëse kjo është ajo që do të arrini, blerja e një banese, nuk e di, shfrytëzimi më në fund i një pronë që bëhet e juaj, çfarë do gjë qoftë, është ajo që ndryshon jetën tuaj për mirë, por që e sjell vetë një moment e sjell. Është ajo që themi, ore, një moment ndryshon gjithë jetën time. Pra pikërisht ditën e hënë dhe ditën e martë, kjo gjë ndodh për ju. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e ndjesive, është dita e emotivitetit, është dita e intuitës, kështu që ju lutem shumë, mundohuni që të përdorni intuitën tuaj si mjet navigues për të marrë vendimet e duhura dhe të sakta. Sepse nuk keni për të gabuar, pra nëse intuitën tuaj dëgjoni ditën e mërkurë për të marrë vendime të rëndësishme, por gjithashtu është një ditë që është ditë paqeje, është ditë që gjeni paqen më në fund brenda vetes tuaj, është një ditë që favorizon shumë dhe të ardhurat që ta dini. Pra është një ditë që fal intuitës tuaj, ju arrini të zgjidhni përveç të tjerave dhe një çështje me rëndësi shumë të madhe ekonomiko-financiare për ju, dhe kjo ju jep qetësi më në fund të brendshme që kaq shumë ju ka munguar këto kohët e fundit. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita e pushimeve. Hajde të zgjedhim destinacionin e radhës, ku do të pushojmë, ku do të shkojmë. Keni nevojë pra për pushime dhe këtu po mendoni seriozisht se ka moment të shkoni diku, kështu që shumë shpejt jeni duke udhëtuar diku, por përgatitjet nisin që ditën e enjte. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte sjell një fillim të ri në jetën tuaj. Gjithë kjo javë duket se po sjell një fillim të ri, një mundësi të re për, pse jo, të shpërngulur një banesë të re, për të nisur një bashkëtesë, për të pritur bebin e parë, ose statuash vjen një fëmijë në jetën tuaj, ose është një moment që ju komunikohet se do të bëheni prindër, është dita që shënon një lidhje të re që po ecën shumë mirë në jetën tuaj, është një fillim i ri në një punë të re, pra është një kapitull i ri në jetën tuaj që po nis tani dhe po nis me shumë premisa të mira për realizime dhe suksese në të ardhmen. Përfshi këtu edhe një projekt që po lançoni tani, ose një çështje karriere që ju thash do ju eci shumë mirë. Kjo pra për sa i përket ditës së premte, hënë martën kurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që duhet të kujdeseni për çdo që ka nevojë për kujdesjen tuaj, mos u shqetësoni, sado pavarësisht lodhjes dhe impenjimit ka për t'ju kthyer djetëfish kjo dashamirësi, kjo për kujdesje pra, që do të tregoni. Kështu që përveç faktit se do të kujdeseni për dikë që ka nevojë për ju, besoni të jetë moment është sikur edhe të jetë gjë bëni dhe për veten tuaj. Pra, mësoni diçka ose ju kthe djetëfish ajo ndim që do të ofroni, kështu që mos nguroni. Dhe për sa i përket ditës së diel, dita e diel favorizon
dashurin, pikë së pari, njohjet e reja, për dhe çfarë do lloj oferte dhe propozimi që ka lidhje me karrierën dhe me financat. Kështu që është ditë që favorizon shumë dashurin, por dhe karrierën dhe financat. Në varësi të propozimeve dhe ofertave që do ju bëhen, mos toni jo, nuk mund të thoni jo, sepse u mbisni, ndërkohë që nëse pranoni fitoni shumë dhe këto fitime janë afatgjata. Përshëndetje nga Forest dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Ndërkohë jemi dhe në një muaj të ri dhe unë do ju uroj muaj të mbar. Është një muaj i rëndësishëm, me ngjarje të rëndësishme që edhe ju trysnojnë, po dhe ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje, sido që të jetë për më tepër ju i keni gati parashikimet e muajit dhe mund t'i ndiqni në YouTube Zodiac Oracle për secilin nga 10 ditëshit tuaj. Përsa i përket pastaj parashikimeve personale dhe më të detajuara dhe më të imtësishme në varësi të situatës dhe ku secili prej jush ndodhet, mund të më shkruani dhe të rezervoni takimin tuaj në numrin tim WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë me të vërtet që ka trysni me veten e vet, madje është një trysni e mbartur kjo, për gjatë gjithë vitit që përshkuat deri më tani dhe që ka trysnuar në lidhje me financa, në lidhje me aspektin personal, në lidhje me shëndetin, me çështje ligjore, gjyqësore, në lidhje me dashurinë, në lidhje me çdo gjë. Le të themi është një ditë impenjative që mbart me vete pikërisht të lloj situatash nga e kaluara, por që më në fund jepet zgjidhje. Kështu që për çështje financiare që kanë munduar, për çështje familjare që kanë munduar, për çështje karriere, për çështje statusi, imazhi ose çështje që kanë lidhur me shtetin dhe kanë pas probleme me të, qoftë në rrugë ligjore, më në fund kjo gjë zgjidhet dhe zgjidhet në favorin tuaj. Pra me lajme shumë të mira në lidhje me situatat që ju përshkrova. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që mund t'ju them flini gjumë se fati punon për ju dhe është e vërtet kjo gjë, pavarësisht sa të humbur do të ndjeni, pavarësisht se sa të pa realizuar, se sa pa busull fare se ku po shkon dhe çfarë doni të realizoni, e kam seriozisht kur them që fati po punon për ju dhe ka për t'ju gjendur pranë dhe për t'ju orientuar ose për t'ju çuar në vendin e dur tek personat e dur në momentin që ju as pak nuk e mendoni se mund të ndodhi. Kështu që keni besim tek fati juaj i mirë ditën e martë dhe lëreni atë ty drejtoj, sepse ju sjell pranë një suksesi goxha të madh dhe pikërisht në momentin që e kishit më tepër nevojë. Përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e diellit, e shëndetit, e mirëqenies, e prosperitetit, e bollokut, e çfarëdo lloj gjëje që keni dashur dhe mezi keni pritur ta keni dhe ja ku po e keni, avash po e merrni veten, po fuqizoheni. Kjo ditë favorizon, është e para njerë vitale, është plot vitalitet, është plot energji, mund të arrini çfarëdo lloj objektivi pa u lodhur shumë dhe është një ditë shumë e rëndësishme përsa i përket vazhdimësisë tuaj dhe jetës tuaj prej këtej në vazhdim në çdo fushë të saj. Kështu që vendimet që do të merrni gjatë kësaj dite kanë për të qenë fundamentale përsa i përket sidomos të ardhmes, domos verës. Kështu që duke qenë se do jeni kaq mirë brenda kësaj dite, mundon ta shfrytëzoni këtë energjinë që do të ndjeni për të shtruar rrugën mirë në lidhje me të ardhmen tuaj. Përsa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e kujdesit. Kujdes nga situata që nuk janë të reja, por po përsëriten. Kujdes nga një detaj vogël që ju është thënë, por e shikoje njerë, mere me seriozitet. Kujdes nga një gabim që është bërë dhe ju e keni anashkaluar, pse? Sepse çdo detaj që po rikthehet, çdo element që po bashkohet me elementet e tjerë që kanë thënë kujdes, po ulëret me të madhe se këtu ka diçka që nuk shkon. Dhe nëse ju e anashkaloni dhe kësaj here, është gabim i dyfisht. Kështu që diçka nuk po shkon në lidhje me një marrëdhënie tuaj, me një bashkëpunim, me diçka që ju është fshehur, është momenti tani që ta zbuloni. Por që sido që të jetë, mos e anashkaloni dhe pavarësisht kësaj gjëje, sepse kjo është një letër me kuptim të dyfisht, pavarësisht faktit se diçka po mësoni dhe nuk është e repar, po do t'i kushtoni rëndësi sepse fsheh diçka më të madhe nga pas dhe fundja po ju vjen në formë paralajmërimit ore hap syt, përveç kësaj lidhet dhe me shëndetin dhe tregon dhe kërkon që të bëni kujdes, mos ta lodhni më shumë nga gëzuar veten sepse ja e pësoni pastaj. Ose mund të zbuloni pikërisht këtë gjë, duke qenë se po flasim për zbulime. Ndoshta keni pas probleme me shëndetin tuaj, keni pas një farë ngacmimi, shqetësimi, nuk e keni kushtuar rëndësi dhe tani rivjen
pikërisht të bëni këtë gjë, të kushtoni rëndësi të merrni masa. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte sjell realizimin e një ëndre, është ditë frymëzimi, frymozohem, ndihem mirë, ndjej se çdo gjë është në sintonin e dur, është në përputhje me gjithçka unë kërkoj të realizoj. Mund të jetë çfarëdo gjë që vjen në formën e surprizës së këndshme, nga një njohje e rastësishme, por shumë e rëndësishme, nga një ide që kam për realizimin e një projekti shumë të rëndësishëm, nga një mundësi që më jepet për të realizuar diku që rëndësi ka. Kjo është një letër që favorizon ëndrat duke i mundësuar ato, duke i kthyer ato në realitet. Dita e premte pra ka këtë lloj natyre. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita përsëri e ideve, e planit të ideve që nëse i vënë në praktik, atëherë një kryevepër del në pa, kështu që dita e premte, dita e shtunë favorizojnë çfarëdo gjë ka të bëjë me punën krijuese, çfarëdo gjë ka të bëjë me krijimtarinë, çfarëdo gjë ka të bëjë me dalë, shijoj jetën, argëtohem, zhvillohem intelektualisht, jap një mundësi jetës time sociale, dalja më sociale, jap mundësi njerëzve të tjerë të hyjnë në jetën time, por sido që të jetë në vija të përgjithshme është ajo dita që jep mundësinë të ndryshoni komplet jetën tuaj fali ideve që do të keni dhe frymëzimit që do ju karakterizojë gjatë kësaj dite. Pra, jeta merr atë nuancë, atë dritë, atë formë që ju dëshironi që ajo të ketë, dhe kjo gjë nis që nga dita e premte, pra e hënë e martën kurrejt e premte e shtunë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e Plutonit, është ditë plutonike, është ditë transformimi, është ditë që kuptoni se çfarëdo gjë keni kaluar deri tani duhet domosdoshmërisht të ndodhte në mënyrë që ju të ndryshonit dhe të zhvilloheshit. Pra është pikërisht momenti ku gjithçka mbaron dhe ju merrni formën tuaj të fundit të zhvillimit dhe të transformimit, ku asgjë më nuk i ngjan situatave siç ishin deri dje, por janë komplet tjetër gjë, ashtu sikurse jeni edhe ju. Dhe gjatë kësaj periudhe, mbas e vërtet kanë larguar shumë individ nga jeta juaj, mbas e vërtet keni kaluar shumë, por ja vlejti bara qëra, në fund do thoni ja vlejti çdo gjë, sepse fundja dhe drejtësia vjet në fund, në fund vjet në vend, po dhe ju merrni atë gjë që meritonit. Për mirë, ka fjalën. Përshëndetje një Luani dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle pas një jave munges normalisht. Nuk e di se ju ka rrjedhur gjëra deri tani, një javë kemi që s'kemi folur, muaji prill nuk mund të them se unë mbyll në mënyrën më të mirë të mundshme, por nuk mund të them që nisi maj në mënyrën përsëri më të mirë, më falni, të mundshme, sidomos për juve të 10 ditësh të parë dhe të fundit të 10 ditësh të parë të fillimit të 10 ditësh të dytë, akoma jeni si në për, nuk e di, as vetë nuk e dini se si jeni, sido që të jetë, unë do ju uroj që ky muaj të jetë i mbartë në vazhdimsinë e vet. Për më tepër detaje se si qyshtek, ku favorizojni, ku s'favorizojni, ku bëni kujdes e me radhë, më ndiqni me parashikimet e muajit në YouTube Zodiac Oracle, i keni të postuara tashmë, shkoni, dëgjoni, informohuni dhe bani dhe shënime nëse doni. Përsa i përket pastaj parashikimeve personale, mund të më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë ju thot kujdes, nuk mund të tregojeni më të mirë nga ç'duhet. Të qenit më të mirë nga ç'duhet ju bën naiv, ju kthen në naiv, ju kthen në viktima, kështu që bëni kujdes, mos e çoni veten më në situata të tilla. Kujdes me shëndetin tuaj, kujdes me njohjet e reja, mos u lëshoni si vaj në lakra. Dhe nëse keni persona të moshuar që ka nevojë për ndihmën tuaj, atëherë mos u akurseni, por jo edhe të bëni thash, jo edhe të viktimizojeni, jo të lejoni të tjerët t'ju përdorin. Pra dita e hënë është, si të thuash, një ditë që do kujdes. Nga njëra anë mirë është jesh dashamirës, por jo aq shumë sa të ta marrin për topsi, nga ana tjetër bëni aq sa duhet të bëni, kaq dua të them. Aq sa duhet të bëni, aq bëni. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë është ditë fati, favorizon shumë rrjetet e fatit, një për gjithë që pëlqen të luani, fati me sa duket ka për të qenë me anën tuaj, por në përgjithësi faktori fat ka për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj ditën e martë, me çfarëdo lloj mundësie që do të sjellni në rrugën tuaj, që do ta kapni dhe do ta shfrytëzoni, qoftë kjo për financa, qoftë kjo për karrierën, qoftë kjo për aspektin personal, qoftë kjo për realizimin e një ëndër, qoftë kjo për çfarëdo lloj për zgjidhjen e një problemi nëse doni. Fati është me anën tuaj ditën e martë dhe ju shfrytëzojeni atë në maksimum.
për sa i përket ditës së mërkurë, dikujt i kërkoni falje. Falje sepse e ndjeni, falje sepse e keni, së thuash, vuajtur gabimin dhe më në fund e keni kuptuar dhe jeni gati që të ulni egon tuaj, që shumë rrallë ndodh kjo gjë, dhe të kërkoni falje. Pranohet falja juaj, por jo deri në atë pikë sa që për shembull të kthehemi përsëri me një person me cilin ishim, apo të jo deri në atë pikë sa të ndodhi mrekullia vet. Faleni, por do doj shumë kohë që të rifitoni besimin e tjetrit dhe t'ju japi një mundësi të dytë, që të mund të jeni me të. Këtë gjë ose e bëni ju, ose vjen dikush dhe ju kërkon falje kështu, që kërkon ta falni, ta falni, por do kërkoni që t'jua tregoj me fakte që ka ndryshuar dhe që është bërë pishmën persona në fjalë. Sidoq, pra kemi një mundësi rikthimesh aty, ta kuptoni, ta them troç, si u pëlqejnive këto gjëra shumë. Atëherë, për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që merrni vesh se dikush është shtatzan, është në pritje të ëmbël, dhe kjo që do i gëzoj është masë shumë, ose mund të merrni vesh që jeni ju në këtë pozicion. Pra, nëse nuk jeni ju, po shumë si ka dita sjell një lajm të tillë. O është për ju, dhe kanë banat bien për ju dhe gëzoheni as bëhet fjalë, ose është për dikë tjetër që përsëri e keni shumë të afërt dhe shumë të dashur dhe përsëri gëzoheni për njësoj. Por mund të jetë edhe një ditë që favorizon shumë punën krijuese. Pra, mund të jeni duke lançuar një projekt të ri ose jeni në treg një projekt të ri, sepse mund ta marrim dhe kështu. Në të dyja rastet gëzimi është i madh dhe suksesi është sigurisht i madh. Po njësoj. Atëherë, për sa i përket e hënë e martën kurrente, pra për sa i përket ditës së premte, dita e premte ka vështirësitë e veta. Ka shumë gjasa të lodheni shumë për të arritur një objektiv i cili në fund do ju lëri një shije të hidhur, të tipit ç'mudesh, u lodha kot, nuk ja vlente në fund. Kështu që merrni gjërat me qetësi. Mos u lodhni dhe shumë, sepse do e arrini rezultatin, nuk është se nuk do e arrini, do e arrini objektivin, por thjesht mund të jetë e asaj natyre të tipit ç'mudesh. Po ta dija kështu do e kisha bërë fare. Kështu që keni parasysh dita e premte këto gjëra ka vonesa, ka bllokesa, ka shtyri afatesh, ka eci për të bërë një gjë ngec, dhe në fund të del nga unë dhe thua ik ose ta dija kështu do e kisha bërë fare, siç u thash. Përsa i përket pastaj, ne marrëm kurrente premte po. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që pranoni më në fund se diçka i ka ardhur fundi dhe është e kohë që ju të jeni akoma të kapur pas kësaj gjëje. Se do ishte ndarja me një person, se do ishte largimi nga një vend pune dhe prisni të lajmëroheni akoma, se do ishte ka mbaruar një kapitull jetës tuaj, është mbyllur, një martesë që ka marrë fund, një çfarëdo gjë qoftë, po ju akoma jeni të kapur pas asaj, më në fund e kuptoni se kësaj gjëje ka ardhur fundi dhe është e kotë ta mbash veten peng dhe bashkë me të, duke larguar, pra duke pranuar këtë fakt, arrini të zhbllokoni dhe veten tuaj. Pra më në fund diçka që e lini të iki, ju jep mundësinë që dhe ju vetë të shpëtoni, pra të fitoni lirinë tuaj më në fund. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita që kushtojni, do thosha unë, shumë rëndësi ëndrave tuaja. Pse? Sepse zgjidhjen e problemeve që keni ose mesazhe të rëndësishme që merrni ju ndihmojnë që të orientoheni më mirë në lidhje me pikpyetjet që keni në kokën tuaj. Kështu që mesazhet, zgjidhjet, informacionet vinë në ëndrat tuaja ditën e diel ndaj kushtoni rëndësi. Përshëndetje, përshëndetje një vigjëreshës dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Pas një goxha periudhe, nuk e di se si e keni kaluar ju vigjëresha, shenja vigjëreshës këtë javën që shkoi, po vallai mos këtër nuk e di domethënë ç'të them. Më shkruani, më thoni si keni përjetuar secili prej jush. E vërteta është që Djediçi i dytë mund të ketë pas probleme më tepër, i pari dhe i treti ndoshta pak më pak. Sido që të jetë, jemi në muaj të ri. Ne do shpresojmë që ky muaj i ri të na ecë mirë, të jemi mirë. Do jetë çik i vështirë akoma për Djediçin e dytë, nuk do t'ju mërzis, do ketë dhe mundësitë e veta. Nëse për më tepër, për më shumë, më ndiqni me parashikimet e muajit që i keni të postuara në YouTube Zodiac Oracle. Aty i gjeni të gjitha në mënyrë tim të thjeshme dhe shumë analitike, si gjithmonë. Për të rezervuar pastaj takimin tuaj në privat,
më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Për sa i përket ditës së hënë, dita e hënë sjell e para rikthim me një. Është një ditë që me sa duket sjell mundësi për të rikthyer, për të pajtuar, për ta riparë një marrëdhënie nga e para, se do të ishte marrëdhënie në çift, apo se do ishte marrëdhënie bashkëpunimi, apo do ishte marrëdhënie shoqërore, apo do ishte marrëdhënie pune, apo do ishte marrëdhënie çfarë është pa përmendur si marrëdhënie, çfarë do gjë qoftë dhe ka pas probleme, duket se gjërat vijnë përsëri, pajtohemi. Është një ditë pajtimi, është një ditë ndihme nëse e doni, pra atje ku vetë nuk arrini do të çani, duket se fal ndihmës nga persona të rëndësishëm ja dilni të keni rezultat. Është një ditë e bukur, është ditë me asistencë, me ndihmë, me suport dhe me mundësi rikthimesh dhe pajtimesh. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që tregon se keni humbur shumë kohë për sa i përket pritjes së realizimit të diçkaje, domethënë, duke qenë se keni pritur shumë, ju kanë ikur dhe shumë mundësi të tjera. Dhe kjo ndoshta është mundësia e fundit që po ju vjen në rrugën tuaj dhe që duhet ta shfrytëzoni. Pra, në dashuri ta zoni. Po prisni një person të kthej, po nuk kthye kur, ose po prisni të merrte vendimin, po nuk e mori kur. Ndoshta në këtë moment është duke u shfaqur diçka tjetër në jetën tuaj që premton më shumë. Pra gjeni kurajon, gjeni forcën që të shkëputeni nga ajo që nuk u realizua dot për të kapur mundësinë e realizimit diku tjetër dhe kujdes mbahet nga një fije peri dhe kjo. Pra, me pak fjalë thën, mos u mbisni më shumë kohë. Shfrytëzojeni mundësitë që ju ofrojnë janë të fundit që po ju ofrojnë për realizimin e çfarëdo gjë kërkoni të realizoni dhe nuk është realizuar ende. Për sa i përket ditës së mërkurë, dita e mërkurë është dita e energjisë maskullore, do të thotë veproj, eci, zhvillohem, përdor kurajon dhe forcën drejtuese për të arritur objektiva të caktuara. Forca maskullore, ndryshe nga ajo femërore, ka të bëjë me zbatimin e një projekti, me zbatimin e një kërkese, me zbatim dhe realizim në vija të përgjithshme. Kështu që për sa i përket karrierës, për sa i përket vënies nga pas të realizimit të një objektivi tuaj, keni shumë mundësi ta realizoni pikërisht ditën e mërkurë. Vetëm kujdes acarimin, kujdes nervozizmin, kujdes arogancën, këto gjëra mund t'ju prishin punë, por në qoftë se jeni të vendosur, dua të them, për të realizuar diçka, sidomos në lidhje me karrierën tuaj, atëherë nuk keni të ndalur ditën e mërkurë. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita që bëni kujdes me sa duket lëvizjet tuaja, po ngjallin interes ndaj personave të cilët nuk janë shumë dashamirës kundrejt jush. Kështu që mbroni interesat tuaja, mbroni punën tuaj, mos flisni shumë lart e poshtë për arritjet tuaja, për çfarëdo lloj objektivi, planifikimi, projekti keni duke realizuar, mos e bëni publike para kohës së vet, por në qoftë se jeni ju ata nga ana tjetër që po dyshoni në lidhje me sjelljen e një personi apo personave kundrejt jush, atëherë keni për të zbuluar plot gjëra të rëndësishme, të cilat kanë për t'ju çuar edhe në vendime të rëndësishme në lidhje me persona dhe marrëdhënie që keni aktualisht në jetën tuaj. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte sjell mundësinë e një punësimi, pra lëvizni në një vend të ri pune, ose nisni një punë të re, ose nis një njohje e re, ose ju jepet mundësia, ose ju ofrohet, ju bëhet një ofertë për të hedhur hapa drejt krijimit të një biznesi të ri. Do të thënë, është si të thuash, eci drejt një kapitulli të ri në jetën time. Por më tepër lidhet me karrierën, lidhet me projekte që i keni tani në përduar, lidhet me dashurinë, lidhet me kthej një faqe të re, eci përpara dhe realizoj gjëra. Janë mundësitë që duhet i kapni dhe të shfrytëzoni, pra me pak fjalë në favorin tuaj. Është një udhëtim i ri. Është një udhëtim i ri jete, është një eksperiencë e re jete, që po nis pikërisht ditën e premte përmes atyre gjërave që ju thash. Për sa i përket ditës së shtunë, pastaj dita e shtunë është dita e reflektimit, dhe të kuptuarit se jeta me faza e ka dhe është një jetë surprizash, që do të thotë hape nisi një kapitull, u zhvillua, mbaroi. Pse për të nisur diçka tjetër, për të filluar diçka tjetër, e kështu me radhë. Pra jeta e ka me faza dhe këto faza ndihmojnë që ju të zhvilloheni, të rriteni, të maturoheni dhe të kuptoni se kështu jetohet, duke lëvizur, duke u zhvilluar, duke mos
u friksuar nga humbja, sepse aty ku ka humbje do ketë diku tjetër pa dyshim edhe një fitim më të madh. Kështu që është dita e realizimit të kuptuarit pikërisht të kësaj gjëje, po dhe të ndjerit krenar për gjithçka që keni arritur deri më tani. Kështu që lëvdata keni për të marrë dhe nga vetja juaj, po dhe nga të tjerët për arritjet tuaja ditën e shtunë. Ishte kjo e hënë e martë në kurrente e premte e shtunë, ditën e shtunë. Përsa i përket pastaj ditës diel, dita e diel është dita e nostalgjisë, e kujtimeve, e të kaluarës dhe ju thash, është kjo një javë që po, favorizojnë dhe rikthime. Do keni dhe rikthime, do me thënë, individësh dhe personash nga e kaluara, ose sepse bëheni ju iniciator të kësaj gjëje, ose sepse e ndillni juve vetë shumë. Por që kështu mbyllet java, por ju të dashurit e mi. Përshëndetje, përshëndetje e peshoris dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Muaji i ri na ka trokitur tashmë në derë, ka hedhur hapin e parë, hapin e dytë, po bëjmë gati për hapin e tretë, sido që të jetë parashikimet e muajit i gjeni në YouTube Zodiac Oracle për të gjithë jetëçat në mënyrë analitike. Kështu që mos e mendoni dy herë, shkoni, subscribe, nuk ju kushton gjë. Bëni ndonjë like, lini dhe ndonjë koment, mirë na bëhet neve këtej. Përsa i përket pastaj parashikimeve personale, nuk nguroni, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, është një ditë që sjell përsëri trazira. E para njerëz që emotivisht do të jeni shumë të lëkundur edhe juve vetë. Ndryshe do e nisni ditën, ndryshe do e vazhdoni, ndryshe do e bitisni. Të paqëndrueshëm, domethënë emotivisht, ndaj edhe nuk është një ditë që favorizon vendimet e rëndësishme, sidomos në lidhje me dashurinë, po dhe me financat ose me çështje familjare. Në qoftë se keni organizuar një udhëtim ose ju gjen dita e hënë në udhëtim, kujdes të mos humbisni sende personale, kujdes të mos, domethënë humbisni orarin e nisjes dhe kujdes të siguroheni mirë se me çfarë mjeti po udhëtoni. Kujdes gjithashtu financat sepse mund të dalin shpenzime të paparashikuara për çështje familjare, çështje shtëpie dhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja duket se diçka zbuloni, merrni vesh që nuk ka për t'ju pëlqyer as pak. Normalisht, pastaj do merrni dhe ju ato vendimet që i takon, atij zbulimi që do të bëni. Tani, përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita që nisi ditën e hënë, dita e martë ju hap syt, do të thënë se të dalësh nga një ëndër, si të mendosh se ke jetuar në një ëndër prej shumë kohësh, në një realitet që zgjohesh tani dhe thua çfarë dreqi, nuk kam qenë, por është një realitet i cunguar, është një realitet shumë normativ, është një realitet shumë disiplinor, është një realitet ku të gjithë kanë pas kërkesa ndaj jush, kërkesa të cilat ata vetë të parët nuk i kanë zbatuar. Kështu që është dita e rebelimit, është dita thash ju hapen syt dhe më kthim pas nuk ka, është dita që shikoni të vërtetën për atë çka është dhe nuk pranoni më të jeni viktima apo të jeni personi i shfrytëzuar që keni qenë deri më tani. Dhe çdo gjë nga ju vjet në pikë pyetje. Çdo gjë. Që nga martesa juaj, që nga marrëdhëniet tuaja, që nga marrëdhënia me prindrit tuaj, që nga bëje kështu se kështu është mirë, ose bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë, e mera. Këto gjëra do i kuptoni juve, po nuk ka më kthim pas, ku të hapen syt, të hapen, dhe më kthim pas nuk ka. Përsa i përket, më falni se akoma se kam marrë veten, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita që duhet të kuptoni, uroj ta kuptoni, që e vetmja gjë që ju pengon që të hapni krah dhe të fluturoni larg drejt horizontit, të keni sukses, është vetëm frika juaj. Pra, mos lejoni që frika juaj ditën e mërkur t'ju largoj nga një realizim shumë i madh. Mos e lejoni këtë gjë të ndodhi. Pra, kuptoni, e vetmja gjë që ju limiton, e vetmja që mund t'ju pengoj, është frika juaj për të realizuar një objektiv shumë të rëndësishëm. Uroj mos ju penalizoj kjo gjë, por që nëse ndodh, besoni ka ndodhur vetëm sepse patët frikë të guxoni, të idhni të hapin. Uroj të mos e lejoni këtë gjë të ndodhi, por të keni guximin dhe vazhdoni përpara, të merrni ato që meritoni. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e mbrojtjes,
e ëngjëve që shikojnë nga lart, e ëngjëllit mbrojtës që nuk ju lë të pësoni asnjë gjë të keqe. Kështu që në qoftë se të ndjeni situata riskioze, të vështira, problematike, nuk e di se çfarë ditën e njëjtë, shpëtoni përqime dhe do thoni vërtet çfarë ëngjëlli kam pas, sepse me të vërtetë që është e tillë dita, dhe të cilat të jenë situatat, që ta kuptoni se ka shumë gjëra jashtë këtij realiteti që na mbrojnë, përveç se na vënë në rrezik. Dhe kur beson në Zot, je i mbrojtur nga çdo gjë beson. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e bisedimeve për çështje pune një pikë së pari. Tu do të keni mundësi të diskutoni gjëra gjatë për një kontratë re pune ose të rishikoni kushtet e një kontrate që përsërisht në favorin tuaj, pra favorizojnë biseda pune, por që kujdes, prapa kujtave, do me thënë mund t'i bëni këto biseda me prorët tuaj ose me person shumë të rëndësishëm me cilin bashkëpunoni, por duhet të mbeten private, sekrete, mos t'i marrni vesh njeri akoma. Kujdes do bëni vetëm në marrëdhëniet tuaja në çift, sidomos nëse jeni të martuar, të fejuar në një bashkëtesë dhe po lejoni dhe dikë tjetër të bëhet pjesë e jetës tuaj. Pra kujdes nga trekëndshat e dashurisë, do të bini do të hani suratin tuaj. Turit çka tuaj dhe mirë t'ju gjej. Përsa i përket juve që jeni vetëm, ka shumë gjasa që pa pritur, pa ndërur të gjeni gjysmën tuaj tjetër. Pra të realizojeni shumë mirë këtu. Favorizojnë çështje studimore, favorizojnë çështje me natyrë ligjore, gjyqësore, administrative dhe udhëtime pune që dalin dhe janë përsëri këtu në favorin tuaj. Gjithashtu favorizohen financat, sidomos nëse keni borxhe për të shlyer ose dikush ka borxhe kundrejt jush, t'ju ja shlyej më në fund. Edhe kjo që do të thënë është e bukur dhe është e rëndësishme. Dhe përsa i përket shëndetit, gjeni zgjidhje, por jo tek mjekësia moderne, por tek ajo tradicionale. Do t'ua them dhe këto sepse ashtu është. Kemi gjërat siç janë. Dhe duke qenë se intuita juaj ka për qenë shumë e rëndësishme dhe do ju ndihmojë në vendimarrjet tuaja, dëgjojeni asaj, nuk do gaboni. 1, 2, e hënë e martë më kurejtë, e prepte thamë. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunit thotë kujdes. Kujdes, ju a thash, kujdes juve që jeni në marrëdhënie të 2 fishta, të 3 fishta, do të thënë trekëndsha dashurie, sepse është undim ky, po e mirë është kjo, e bukur është, por ju merr në qafë. Dhe në përgjithësi kujdes manipulimin, kujdes joshjen, kujdes tundimin ditën e shtunë, sepse çon në gabime. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e dedikimit të saj ndaj vetes tuaj. Shkoni diku, qetësoni, relaksoni, bëni një masazh, një trajtim ndaj vetes, një ndryshim që mund ta bëni në pamjen tuaj, një çfarëdo gjë qoftë. Merrni me të mira veten tuaj ditën e diel, bëjeni pushim. Përshëndetje, përshëndetje Akrepit dhe mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimet e javës për shenjën tuaj. Një javë që normalisht nisi me dhe një muaj që normalisht nisi me hënë të plot në shenjën tuaj. Dhe që normalisht e keni ndjerë më tepër juve që keni lindur në fund të dhjetëdiçit të parë me fillimet e dhjetëdiçit të dytë. Nuk e di se si po e përjetoni, sepse akoma aktive është, por mund të më shkruani dhe mund të më thoni se si ju shkruan gjërat, një postim mua bëra, si do të thotë ju paralajmërova deri diku. Por, duke qenë se jemi në muaj të ri, unë do uroj që vazhdimësia e muajit të jetë e mirë për të gjithë prej jush, pra uroj një muaj të mbarë dhe ju them se parashikimet e muajit maj i gjeni në YouTube Zodiac Oracle, kështu që nuk e kushton asgjë të shkoni të dëgjoni, të blini dhe një koment pse jo, të bëni dhe një like se mi na bën, dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe në mënyrë që për çdo postim që edhim atje t'ju vi notifikimi pra. Për të rezervuar takimin tuaj privat, më shkruaj numrin WhatsApp 069 620 2290, ndërkohë që dita e hënë po thëret për çështje familjare. Pra me sa duket dita e hënë, fokusin e ka tek o një shpërngulje që po e bëni me banesë, ose me një bashkëtesë që po nis tani, ose biseda rreth kësaj gjëje, bisedime rreth kësaj gjëje, me dëshirën që keni për të shfrytëzuar një pronë që keni, për ta shitur, për ta bler. Lidhet gjithashtu dhe me çështje shëndetësore që me sa duket për gjithëve që keni pas probleme me shëndetin, po arrini të rikuperoni, kështu që çështje familjare, problematika që keni pas familjen tuaj që po zgjidhen, çështje me pronën, çështje me trashëgimime, durime, me shpërngulje dhe ndryshim vendbanimi në total, duket se këto janë ato situatat e ditës së hënë. Por në total do të ndjeni, do ju kaploj dhe një ndjesi
po stabilizohem më në fund. Pra me sa duket jeta juaj po stabilizohet dhe mundësit që ju vinë, ju stabilizojnë dhe ekonomiko-financiarisht, por edhe materialisht, pra do ta ndjeni këtë lloj gjëje ditën e hënë. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është ajo dita që po ju thotë ec, nuk ka më kohë për të menduar dhe nuk mund të kthehesh më pas. Çfarë do lloj gjëje u bë, çfarë do lloj gjëje ndodhi, je i detyruar të ecësh dhe të vazhdosh përpara. Se si do vej puna, le të vej si të vej. Thjesht ti ec përpara, kështu që në lidhje me punën tuaj, me karrierën tuaj, me një lidhje që sapo ka nisur, me një lidhje aktuale në cilën ndodheni me një shtatzani që normalisht mund të jeni duke përjetuar, që mbas dhe nuk ka ardhur momentin më të mirë të mundshëm, por që vazhdo ec përpara sepse rezultati do shihet më vonë dhe do ju si thua do ju vi për mirë, se s'po më vjen fjala tani. Ecni dhe vazhdoni, qoftë projekt, qoftë ide, qoftë iniciativë, që çfarëdo gjë jeni futur një gjë të caktuar, vazhdoni dhe çojeni deri në fund. Rezultati justifikon çdo vështirësi që mund të keni kaluar gjatë këtij procesi ose do të kaloni gjatë këtij procesi. Për sa i përket ditës së Mërkur, dita e Mërkur është dita çfarëdo gjë që ka të bëjë me ide, komunikim, pra idetë që keni, nëse do i komunikoni tek personat e dur, në momentin e dur, me të vërtet ju japin dyert drejt realizimeve dhe më të rëndësishme akoma. Pra ky është momenti që kthjelloni mendimet tuaja, keni vërtet ide fenomenale që u a them, në qoftë se do i komunikoni tek personat e dur, atëherë ju japin dyert për realizime edhe më të mëdha akoma. Po që favorizohet shumë komunikimi, bisedimet, marrëveshjet në lidhje me bashkëpunime, kontrata pune, me radhë, ditën e Mërkur në total. Për sa i përket ditës së Enjte, dita e Enjte është dita e lë diçka të shkojë, sepse nëse nuk e lë të shkojë, nuk mund të transformohem, nuk mund të ndryshoj jeta ime, do ngecem në të njëjtat gjëra dhe nuk kam mundësi për të pasur diçka më të mirë. Pra dita e Enjte ju thot, çfarëdo lloj gjëje i ka ardhur fundi, lëre të iki dhe krijo hapësirë për atë gjën e re që do të vi. Kështu që mos keni frikë nga ndryshimet, përqafojini ato sepse ju sjellin mundësi më të mira realizimi në dashuri, në financa, në çfarëdo lloj gjëje duhet të ndryshojë apo po ndryshon në jetën tuaj. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte favorizon financat, favorizon punën krijuese, favorizon bisedat dhe marrëveshjet me natyrë ekonomiko-financiare, favorizon dhe aspektin personal me propozime që mund t'ju vinë nga personi i zemrës, ku me sa duket një marrëdhënie po merr një trajt serioze, por favorizon edhe realizimin e një shtatzanie. Pse jo? Të gjithë juve që jeni në biznes, puna po ju ecën mirë, do keni goxha arritje të mira dhe marrëveshje të mira për punët tuaja dhe kushdo vepron në botën e artit, të estetikës, të modës, të financave në total, duket se ju pret një realizim shumë i bukur që sjell stabilitet në jetën tuaj ditën e premte. Nuk do të përjashtoj këtu dhe faktin që në të gjitha këto gjëra që thash, favorizojnë edhe ju që jeni në kuzhinë, pra punoni si kuzhinier diku. E hanë marrë në kurrente e premte. Për sa i përket ditës së Shtunë, dita e Shtunë është dita e mundoni të evitoni çfarëdo gjë ju sjell në limitet tuaja, se është një person, se është një situatë, se është një frikë juaj, se është çfarëdo gjë që ju andes butona, të ju andes keq, evitojini sepse mund të arrini në debate të vështira, mund të arrini të thoni gjëra që s'doni të thoni, mund të arrini përplasje deri në ndarje mund të arrini, kështu që bëni kujdes me ditën e Shtunë. Ndërkohë që për sa i përket ditës së Diel, dita e Diel është dita që jeni një hap para një realizimi shumë të rëndësishëm, pra të hapit final, por aty është edhe sfida më e madhe, aty është edhe kleçka më e madhe. Për të gjithë juve që do arrini të rezistoni, pavarësisht vështirësive që mund të dalin gjatë rrugës, ose për faktin se mund të duket sikur asgjë nuk po ndodh, besoni është prova e fundit gjenerale para realizimit tuaj të madh. Kështu që mos hiqni dorë, arrini të rezistoni, ju lutem shumë, mos u friksoni. Ata që do të rezistojnë, ata do fitojnë, por që një ëndër bet realitet ditën e Diel dhe bet realitet për të gjithë ata që do të dinë të
presin momentin e tyre dhe nuk do të stepen nga vështirësitë që mund të dalin spontane gjatë rrugës. Përshëndetje, përshëndetje një shigjetari dhe ja ku jemi përsëri këtu në Zodiac Oracle pas një javë munges, po çfarë ti bëjmë? Uroj të keni qenë mirë, uroj ta keni mirë shëndetin tuaj, edhe pse kam përshtypjen juve të 10 ditë të dytë edhe mund të keni pasur, ose juve që keni lidhur në fund të 10 ditësit të parë me fillimet e 10 ditësit të dytë, dhe mund të keni pasur dhe ju ndonjë shqetësim me shëndetin tuaj. Fundja Urani nga shenja e binjakëve sjell. E keni përballë jush, dhe problem mund të ketë sjell me shëndetin, po dhe me marrëdhëniet tuaja. Por ju që jeni vetëm dhe po kërkoni gjysmën tuaj tjetër, nuk kanë munguar njohjet apo jo. Dhe janë të rastësishme, të çuditshme, por që s'ka gjë. Bukur janë. Duke qenë se jemi në një muaj të ri, nuk më mbetet gjë tjetër veç sa t'ju uroj një muaj të mbar. Dhe t'ju them gjithashtu se për më tepër, për më shumë se këto që thash, në lidhje me parashikimet e muajit, i gjeni ato në YouTube Zodiac Oracle të postuara për çdo 10 ditëshin tuaj imtësisht. Ndërkohë që për të rezervuar takimin tuaj, më shkruani numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket ditës së hënë, dita e hënë është dita e vështirësive të fundit. Pra, me sa duket, po kaloni disa vështirësi të fundit, që me të vërtet kërkojnë besim, ose po vën në pikpyetje besimin tuaj. Unë do ju thosha, do i bëja thirrje që jo mos e humbisni besimin tuaj, por në këto momente besimi juaj do të jetë edhe më i madh akoma, është pikërisht ai që do ju shpëtojë nga këto situata që po kaloni. Pra besimi se çdo gjë do kaloj, besimi se ka një Zot dhe i shef të gjitha dhe i kontrollon të gjitha dhe askënd pa marrë të gjë që meriton, qoftë për mirë apo për keq, dhe mundon të kuptoni se kjo është prova e fundit para një realizimi shumë të madh që po vijnë avash në jetën tuaj. Kështu që nuk ka rëndësi çfarë vështirësi është kjo që po kaloni ditën e hënë, rëndësi ka që pas kësaj lind dielli dhe lind i lavdishëm për ju. Ju thjesht mundoni të bëni durim dhe keni besim tek ajo çka po vjen. Sigurisht mund të jetë një problem shëndetësor, mund të jetë një problem me financat, mund të jetë një problem që keni në familjen tuaj, është një problem që ju trysnon psikologjikisht, por do kaloj së shpejti dhe besomeni do të shpërbleheni gjithashtu për durimin dhe besimin që patët dhe që nuk u dorëzuat. Për sa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e mundësive, por është dita e mundësive të tipit mendon se ja vlen, mendon se ja del, mendon se meriton, bujru maj dhe mere. Pra është ajo dita që se thua shpërblen, vlerëson dhe u jep meritat atyre që i meritojnë. Kështu që po kërkoni një vend pune, nëse meritoni do e gjeni, do e keni. Mendoni se e meritoni një person caktuar, po e merrni, do e keni, vjen. E njëjta gjë vlen edhe për çdo që kërkon një mundësi prej jush, duhet ta meritoj atë. Pra çdo gjë vjen fal meritave. Ditën e martë dhe e merr ai që normalisht e meriton më shumë. Për sa i përket ditë, po sidoqë të jetë, do të thënë tregon se vetë keni mundësinë në duart tuaja, shfrytëzojeni atë për të kapur atë mundësi që kërkoni të keni, pra atë mundësi që kërkoni për të realizuar. Për sa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e ringjalljes pas një dimri shumë të vështirë. Dimri, figurativisht po flasim, në figurative kemi këtë. Pra, pas shumë vështirësive të mëdha që keni kaluar, më në fund po merrni frym në jetën tuaj, atë ju merrni far drejtimi, më në fund po merrni far drejtimi, më në fund po zhvilloheni edhe ju, po qetësoheni edhe ju, po e gjeni rrugën tuaj edhe ju. Kështu që në total dhe në përgjithësi është një ditë që ju jep mundësi të rikuperoni, rigjeneroni të gjitha fushat dhe aspektet e jetës tuaj. Kjo dita e mërkur me ngjarjet që ajo sjell duket se po kthen, se me ktheu rrota e fatit, më në fund e theu këmbë shejtani. Atë do kuptoni pikërisht ditën e mërkur përmes ngjarjeve që do të zhvillohen në jetën tuaj. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e shpërnguljeve, ose domethënë është dita që keni zgjedhur për të bashkëjetuar me personin e zemrës, ose ju gjeni në bashkëjetesë dhe nuk po bëheni pishmënd, ose është dita që mendoni të shpërnguleni nga një banesë dhe të kaloni në një banesë tjetër, kështu që është dita e ndryshoj banesë, pra me pak fjalë, se do të jetë për shkak bashkëjetese, apo do të jetë thjesht ndryshoj banesë, ndryshoj objekt, çon si ka, është ditë e tillë. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që ju thot boll me ato gjërat e fundit që kanë mbetur si hije nga e kaluara. Pra, jepi fund kujtimit të dikujt që nuk është më pjesë e jetës tënde, jepi fund pritjes
se diçka do ndryshoj, po nuk po ndryshon, pra është pikërisht ai momenti që themi heqim qafet ato pak gjëra që kanë mbetur si hije e keqe nga e kaluara, në mënyrë që mund të eci përpara. Është dhe dita që shumë prej jush mund të kenë lënë, mund të kenë rezervuar për të kryer një ndërhyrje kirurgjikale, ose për të, nuk e di, për të bërë një ndryshim në banesën e tyre, ose një ndryshim në jetën e tyre në total. Por që sido që të jetë, ju del për mirë, nuk ju del për keq, pra. Kisha ishte kjo ishte dita e, ose arrin të shlyeni një borxh, që se kishit shlyer dot deri më tani. Këne marrte më kurrente e premte tham. Dita e shtunë është dita e rigjeni ekuilibrin, rishfaqet ekuilibrin në jetën tuaj, jeni sinkron dhe të sintonizuar me gjithçka kërkoni të realizoni, fati është në anën tuaj dhe ju ndihmon të krijoni gjëra të bukura më në fund, gjeni paqe brenda vetes dhe gjërat po ju ecin mirë në total. Dhe pastaj përket ditës së diel, dita e diel është dita e mbrojtjes së interesave tuaja. Do të thotë ajo ditë që kuptoni se nuk jeni më aty për të gjithë, nuk do mundeni dot më të jeni për të gjithë aty. Është dita që do shikoni më tepër interesin tuaj, është dita që do shikoni më tepër se si do realizoheni juve vetë, është dita e rezistencës kundrejt sa thuash ndikimeve të jashtme që synojnë t'ju çorientojnë, dhe është dita e mbrojtjes. Në total jeni të mbrojtur. Shumë mirë po bëni që po silleni kështu si po silleni, kishte ardhur momenti të tregueshit dhe juve pak egoista për të mbrojtur interesat tuaja. Ajo çka është e rëndësishme është që mbrojtja nuk ka për t'ju munguar, hapat që do të hidhi do të jenë solid, do të jenë të sigurt drejt së ardhmes dhe suksesi është i juaj. Përshëndetje, përshëndetje Briciapi dhe mirë se po vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimin e javës për shenjën tuaj që normalisht rastis edhe me muajin e ri maj, ku aktualisht ndodhemi. Për parashikimet e muajit drejtoni në YouTube Zodiac Oracle, i keni aty të detajuara për secilin 10 ditë. Ditë ju them thjesht se ndër të 30 ditësit tuaj i dyti do të jetë çik më i trysnuari, i pari dhe i treti janë pak më mirë, sido që të jetë për detaje më ndiqni aty. Bëni një like, lëshoni një koment, mi na bëhet keq, bëni subscribe që për çdo postim që edhim të merrni atë njoftimin e nevojshëm, mos të mbisni pra asnjë gjë. Tani përsa i përket analizës më të tërthort, më personale, mund të më shkruani numrin WhatsApp 069 620 2290 për 2290, më saktë, për të rezervuar takimin tuaj në privat. Tani pastaj përket ditës së hënë, këtu për ju jeni goca beqare, duket se diçka po vjen në jetën tuaj dhe është e rëndësishme. Okej, pra këtu kemi një person i cili me sa duket e ka ndarë mendje se do një lidhje serioze, do një lidhje të stabilizuar, të konsoliduar e merat. Pra favorizon dita e hënë, çfarë do gjë që ka të bëjë me dashurinë dhe me prurjet e reja në jetën tuaj. Nëse jeni në një lidhje ekzistente që ka pak kohë që e keni dhe me sa duket jeni mirë, do ju vi një propozim për një bashkëtesë, ndoshta për një fejes, për diçka më shumë, për ta çuar disa hapa më tutje. Është një ditë që favorizon çfarëdo lloj nisme në lidhje me biznesin, me sipërmarrjen, me projekte që lidhen me punën, kështu që mundoni që mundoni të kënaqeni nga kjo gjë, mundoni që ta shijoni, si të thua, sepse është ditë suksesi, me thënë të drejtën. Dhe favorizon të iniciativën dita e hënë në përgjithësi, sidomos për çështje pune, do thosha, ose për realizimin e projekteve dhe objektivave të rëndësishme tuaja. Përsa i përket ditës së martë, dita e martë është dita e përshtatjes. Do të thotë që në varësi të kushteve të reja që po krijojnë jetën tuaj, qoftë një lidhje e re, qoftë një marrëdhënie e re, qoftë një bashkëtesë, qoftë një marrëdhënie e re pune, qoftë një mundësi për të realizuar në një vend të ri pune, qoftë çfarëdo gjë qoftë, suksesi do të varet totalisht dhe rrjedhësisht nga aftësitë tuaja për të përshtatur në këto kushte të reja, që po krijojnë ose janë krijuar tashmë në jetën tuaj. Pra ata të cilët do ditë të përshtaten më mirë, jo duke humbur veten, jo të bëheni viktima, jo të bëheni servila, por
të dini të përshtaten ndaj kushteve të reja, ju jeni dhe mund të fituarit. Në qoftë se e ndjeni ose do e ndjeni se për të pasur një farë realizimi kudo, varet se ku ai realizim paraqitet, në familje, në aspektin personal, profesional, ekonomiko-financiar, juve do ju duhet të bëni sakrifica shumë të mëdha, pra përshtatja e tejkalon mundësinë tuaj të përshtatjes, atëherë thoni jo. Por që në përgjithësi, nëse flasim për terma normal, njerëzor, themi se suksesi varet nga sa të do të jeni të përshtateni në kushtet e reja që keni krijuar ose po krijoni jetën tuaj. Po, përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e bien maskat. Bien maskat dhe dele vërteta në dritë për atë çka realisht është. As ju nuk doni të luani më rolet të cilat nuk ju takojnë, po as nga të tjerë nuk do pranoni më të luajnë role, kështu që përballeni me të vërtetën ose i detyroni të tjerët të përballen me të vërtetën tuaj dhe kjo çfarë nxjerr në pa? Kjo nxjerr në pa sisteme të cilat bien, sisteme të cilat bien para syve tuaja, sisteme të cilat keni besuar, sisteme nga të cilat jeni rritur, jeni zhvilluar, por që kuptoni se kanë qenë gënjeshtër, kanë qenë mashtrim, kanë qenë manipulim. Kështu që në varësi të së vërtetës të zbuloni, në varësi të maskave që bien, do të merrni dhe vendimet tuaja për të ardhmen, në lidhje me të ardhmen. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita e duro. Duro edhe pak sepse edhe pak ju duhet për të arritur realizimin tuaj maksimal. Dhe po, shumë mirë thot kjo letër, do dhe pak muaj, sepse realizimi vjen në muaj korik gusht për ju, qershor korik gusht, por që edhe pak ju duhet të duroni. Gjërat e mira bëhen në kohën e dur dhe i fituari është i duruari. Të gjithë do ta kuptoni ditën e enjte që sigurisht është realizuar deri diku një objektivi juaj, por që të realizohet tamam, duhet të prisni edhe pak dhe ja vlen duke parë rezultatin që është goxha i rëndësishëm. Për sa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që ju bërtet me të madhe këtu ku je, në këto kushte që je, që punon, që jeton, që arsimohesh, që ku dëgjon merat, nuk je në vendin e dur, pra gjithçka po ju luret që jeni në vendin e gabuar ose këtu ku jeni me kaq sa keni arritur, nuk mund të shkoni më tej, ndërkohë që ardhmja ju thret dhe ju thot se nëse gjeni guximin të shkëputeni nga ky realitet, të hidhni hapin e radhës, atëherë diçka më e madhe ju pret. Kështu që nëse jeni një marrëdhënie të dështuar, dilni prej saj, do gjeni më mirë. Nëse jeni në një punë që deri diku ju vlerëson, gjeni forcën të dhe guximi të kërkoni diçka tjetër sepse do gjeni më mirë. E merat gjëra të tilla duhet kuptoni se ju kërkon dita e premte të kuptoni, të pranoni që të mund të keni diçka më të mirë si realizim u vonë. Martën kurrejtë e premte. Përsa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita e ëndrave, e fluskave të sapunit që plasen para syve tuaj. Në përgjithësi kujdes manipulimin dhe gënjeshtrën. Dhe ky është një manipulim dhe një gënjeshtër që fundi edhe nuk ju serviret nga të tjerë, po ja servini juve vetes tuaj, kështu që mesa duket jeni në një fluck sapuni që ka shumë gjasa të plasi shumë shpejt në suratin tuaj dhe pastaj do bëni pishmon për shumë gjëra që keni besuar apo për shumë gjëra mbi të cilat keni vepruar dhe keni vepruar gabim. Në total, kujdes mbroni interesat tuaja, mos u mashtroni, mos u gënjeni nga persona që u premtojnë nuk e di unë se çfarë, po dhe ju mos premtoni shumë se s'do e marrni dot premtimin tuaj dhe në total se thua është jetoj në botën e ëndrave të çuditërave ditën e shtunë, një botë e cila ju merr më qafë, qofse besoni kaq shumë sa po e besoni ju. Përsa i përket pastaj, pra kujdes dhe nga një njohjere, një dashuriere, sidomos nëse jeni të martuar, në një lidhje të konsoliduar, kujdes, mbroni më mirë atë që është e sigurt se sa atë që po duket sikur është e madhe po s'është asgjë. Dhe përsa i përket ditës së diel, dita e diel është dita e dorëzimit. Dorëzohu, nëse do të realizohesh, nëse do të arrish në finishin tënd, dorëzohu dhe mos e kundërshto fatin në punën që po bën. Pra ndonjëherë për të arritur realizimin më të shpejt duhet të dorëzohesh, të lëshohesh dhe të dorëzohesh rrymës. Ka për t'u dalë më mirë. Përshëndetje, për shenja ujorit e mirë se më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle në parashikimin e javës për shenjën tuaj. Javë që përkon me muaj të ri, një muaj i cili nisi me një hënë të plot në shenjën e Akrepit, që më tepër po trysnon akoma juve të
lindurit në fund të dhjetëvitshit të parë me fillimet e dhjetëvitshit të dytë, me çështje karriere, me çështje statusi, me çështje martese, me çështje përplasjesh me prindër apo e prorët tuaj, apo dhe me autoritetin e shtetit, nuk e di si e keni përjetuar dhe si po e përjetoni, mund të më shkruani dhe të më thoni. Por sido që të jetë për më tepër insight, për më tepër insight dhe për sa i përket vazhdimësisë së muajit, të gjitha këto i gjen në YouTube Zodiac Oracle, pikërisht me parashikimin e muajit për shenjën tuaj dhe për dhjetëvitshin tuaj të ndarë, imtësisht. Për sa i përket pastaj parashikimeve personale, ju lutem shumë më shkruani në numrin WhatsApp 069 620 2290. Unë sido që të jetë ju uroj një muaj të mbar dhe filloj direkt me ditën e hënë, që dita e hënë ja ku jemi sjell oferta, propozime ose s'të thuash është dita e suksesit. Është ditë suksesi sepse kjo letër pikërisht këtë gjë përfaqëson. Përfaqëson urime, lart e më lart, jadole, inshallah të arrish dhe më shumë, domethënë në ndoshta në karrierën tuaj, lidhje me karrierën tuaj, arrini diçka të rëndësishme, një post më i lartë, një vlerësim më i madh, një arritje që çfarëdo gjë e qoftë, kudo qoftë në jetën tuaj, ju mbush me gëzim dhe na lejonet të tjerë t'ju themi, më falni, suksese dhe lart edhe më lart prej këtej e tutje çfarëdo gjë qoftë ajo që po arrini. Një shtëpi e re, një fëmijë, një martesë, një fejesë, një bashkëtesë, një çfarëdo gjë qoftë është arritje e bukur e ditës së hënë dhe ju themi lart e më lart dhe mirë, qofshi dhe më mirë akoma. Ndërkohë që për sa i përket ditës së martë do ju them të tjera gjëra, do ju them kujdes nga premtimet që ju bëni juve nga të tjerë ose i bëni ju kundrejt të tjerëve. Dhe sidomos nëse kanë një natyrë ekonomiko-financiare brenda vetes së vet, ose nëse është një premtim shumë i majm për realizimin tuaj diku, ju premtohet një post shumë i rëndësishëm pune, ose është një person që po shfaqet tani në jetën tuaj dhe po ju jo shumë ideja kësaj prurje të re. Kujdes sepse është mashtrim, me pak fjalë ti bie më shkurt. Apo çfarëdo gjë mund të shfaqet në formën e okazionit, është thjesht një mashtrim, nuk është asgjë e vërtetë. Tani përsa i përket ditës së mërkur, dita e mërkur është dita e rinovimit, e rinisjes, e asaj shkëndijës që po e bën çdo gjë të nisi nga e para. Këtu favorizohet një njoj, këtu favorizohet vërtet një njoj e re, dhe mund t'ju vi kështu papritur pa pandehur dhe t'ju ndezi dritat, ju thua fikja ato. Është një mundësi realizimi atje ku ndoshta mendja nuk i shkonte të mund të realizoheshin. Në total është ajo dita që duket sikur çdo gjë po nis nga e para dhe po nis në favorin tuaj. Dhe me të vërtet keni besim te ky moment i kësaj dite, sepse mund të duket se është diçka e vogël, është thjesht një do të vjen në formë intuitive ose në formë reflektive të trurit, të intuitës, të euforisë, por që ka për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm në vendimarrjet tuaja dhe në frymëzimin që do të keni. Dhe konkretisht, po, ka të bëjë me njohje të reja, ka të bëjë me mundësi të reja në punë, në çfarëdo gjë do ju bëj të ndjeni se po e nisni diçka nga e para dhe se ja vlen. Për sa i përket ditës së enjte, dita e enjte është dita, po pra, shkon nuk mund të jenë gjërat kot të lidhura me njëra tjetrën. Pra, një ëndër po bëhet realitet, një mundësi për të realizuar ja ku është dhe ka nisur prej shumë kohësh më përpara, por tani po bëhet e vërtet. Kështu që ditën e mërkur dhe ja kubitisë ditën e enjte ku një ëndër e juaja më në fund manifestohet ose s'të thuash guxo të kërkosh sepse do të marrësh. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita që po vërtet jeni në atë fazë që po merrni, nëse do të dini të kërkoni, por nga ana tjetër le të themi jeni detyruar që edhe të lini diçka të largohet, të ikë nga jeta juaj, diçka që nuk ja vlen, diçka që nuk mund t'ju realizojë më. Pra, po jeni ju që vërtet po nisni një kapitull të ri, po jeni dhe ju ata të cilët po mbyllni diçka që prap të keni mundësinë të hapni, të nisni një kapitull të ri. Pra, për shumë prej jush, diçka po mbaron dhe po mbaron përfundimisht ditën e premte, mund të jetë një lidhje, një marrëdhënie pune, një shkëputje nga një shkëputje marrëdhëniesh pune aktuale që i keni, ose për disa të tjerë në kushte shumë të veçanta kjo gjë, tregon dhe largimin nga jeta e dikujt. Një personi tuaj të dashur, por që vuajti shumë dhe me keqardhje do i thoni lam të mirën e fundit, por nga ana tjetër do e thoni dhe shpëtove. Kështu që, jo për të gjithë, raste shumë të veçanta që e din që janë në kushte të tilla. E hënë e martën kur e enjte premte. Në total tregon një fazë, një
moment, diçka që po mbaron, pra një kapitull që po mbyllet në mënyrë që të mund të fillojë një kapitull i ri. Në një marrëdhënie pune, një marrëdhënie shoqërore, një marrëdhënie në çift, kudo ju kap secilin prej jush pra. Ose mund të ketë bëjë me veten tuaj. Nuk jeni mata qishit. I thoni lam të mirë vetes së vjetër dhe po mirë prisni veten tuaj të re. Pra ky ishte e premtja, e hënë e marrë të më kurrente e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është një ditë shumë e bukur për sa i përket vendimeve në lidhje me dashurinë, në lidhje me një marrëdhënie e cila duhet të marrë një formë më konkrete dhe më serioze. Kështu që favorizohen propozimet për fejes, martesa dhe bashkëtesa. Është një ditë që vendos drejtësi në vendin nëse dikush u ka rënë me qafë dhe e gjeni ta drejtën tuaj dhe vete haku tek i Zoti. Është një ditë që favorizon shumë biseda dhe zgjidhje çështjesh me natyrë ligjore ose gjyqësore. Dhe gjithashtu është një ditë që favorizon shumë biseda pune, marrëveshje pune ose biseda pune, marrëveshje, bashkëpunime, gjëra të tilla. Dhe nëse jeni në fazë që po ndaheni dhe kërkoni të merrni divorcin, atëherë ja ku favorizoheni dhe për këtë gjë, sepse ky divorc të paktën dhe kjo ndarje do të vendosen në terma bashkëpunimi dhe mirëkuptimi. Për sa i përket pastaj ditës së diel, dita e diel është dita e udhkryqeve. Është dita që duhet të merrni një vendim për sa i përket të ardhmes tuaj, sepse me sa duket shumë qartë kuptohet që diçka ka marrë fund, por duhet të nisi diçka e re. Ktu jeni midis dy rrugëve që hapen përpara dhe shpalosen para jush. Ju vendosni atë që ka intuita juaj ju thotë se është më mira për ju. Besoni, prej këtij tutje fillon një tjetër realitet. Fillon pra nga këto vendime që do merrni përcaktohet e ardhmja juaj dhe karma e radhës. Ju bëni atë që mendoni se është më mira për ju. Rëndësi në këtë moment nuk ka çfarë do të zgjidhni, por që thjesht të zgjidhni një drejtim dhe të jeni hapat drejt së ardhmes tuaj. Përshëndetje një peshqve dhe ja ku më vini përsëri këtu në Zodiac Oracle dhe parashikimet e javës për shenjën tuaj. Javë e re, muaj i ri, t'ju uroj një muaj të mbar. I tillë ka për të qenë për pjesën më të madhe prej jush, sido që të jetë për më shumë detaje, për të parë se kush, si, qysh, tek, cilat janë data që favorizojnë, ku duhet të bëni kujdes, e me radhë me radhë. Të gjitha këto i gjeni në parashikimet e muajit, që janë postuar tashmë në kanalin tim në YouTube Zodiac Oracle. Like, sigurisht, komente të mirëpritura janë, qoftë mirë apo për keq, rëndësi ka, dhe subscribe që për çdo postim që hedhim ju të jeni në kohë reale aty dhe të mund ta dëgjoni pa humbur asnjë gjë pra. Përsa i përket informacionit që përcillet, përsa i përket pastaj parashikimeve personale, mund të rezervoni takimin tuaj në privat për një lexim më të imtësishëm, më të personalizuar, duke më shkruar në numrin WhatsApp 069 640 2290. Përsa i përket javës dhe nismës së saj, kjo më tepër referohet juve që keni lindur në fund të 10 ditësit ose i përkisni fund të 10 ditësit të parë me fillimet e 10 ditësit të dytë. Këtu situata është pak e vështirë, pak kaotike do thosha. Këtu sigurisht nuk mund të përjashtoj dhe juve të 10 ditësit të parë fare, domethënë të ditëve të para fare të 10 ditësit tuaj, 18, 19, juve që keni lindur në këto data. Pse e kam fjalën shkurtë? Sepse janë situata të vjetra këto, ose të thuash është shumë e luhatshme dita e hënë me personat me cilët përballeni që data nuk me sa duket nuk do të jenë në terezi, me situata që nuk janë tamam të qarta, me iniciativa të cilat i ndërmerrni ju por nuk ju del rezultati ashtu sikurse e prisni ju, me pritshmëri që keni por nuk realizohen ashtu sikurse ju dëshironi, me vonesa, me bllokesa, me debate që mund të dalin pa pritur. Pra le të themi është një ditë e cila ka të faktorin e befasisë për sa i përket ngjarjeve që rrjedhin brenda saj. Nuk është një ditë për të marrë vendime të rëndësishme, nuk është një ditë për të marrë gjërat shumë seriozisht, është një ditë për të para madje për të vëzhguar tendenca që po përsëriten me persona të caktuar dhe të vini pak pikpyetje të tipit ore se kështu do vazhdojmë ndërkohës. Dhe sidomos nëse kjo ka të bëjë me një lidhje që ka nisur tani dhe personi po duket i paqëndrueshëm, me një marrëdhënie pune që ka nisur tani, me një mundësi që ju është bërë për të qenë diku, por që me sa duket nuk është tamam ashtu sikurse mendoj, planifikoj apo ju ishte parashtruar, nëse në total është një ditë që ta merrni me qetësi, ta kuptoni. Fundja këto situata ashtu sikurse shfaqen ashtu dhe largohen shpejt.
por është ajo shija që të mbetet e keqe, është ajo po pse në fund të fundit, ose po sa do vazhdoj kështu, mos ndoshta t'jap fund që tani dhe mos ta çoj më tutje, të evitoj domethënë gjë të bëhet dhe më keq, ato ta zgjidhni juve vetë. Tani përsa i përket ditës së martë, dita e martë nuk është një ditë e cila, pra dhe dita e hënë dhe dita e martë janë dy ditë që ju tregoj se duhet i merrni gjërat qetë, me qetësi, mos i trysnoni situatat, personat, nuk do arrini dot asnjë lloj rezultati, nuk do arrini dot që të keni sukses. Pse? Nuk është ky momenti juaj. Do prisni edhe pak, nuk ardha akoma momenti që të mund të keni ju realizimin që kërkoni të keni. Përsa i përket ditës së mërkurë, po, dita e mërkurë është dita që ju ndihmon të stabilizoni të stabilizoni njëherë, të arrini farë stabiliteti përsa i përket mirëqenies, përsa i përket aspektit material të jetës tuaj, për të zgjidhur një çështje me natyrë ekonomiko-financiare, për të mirëpritur një person në jetën tuaj që me sa duket ju fal stabilitet, pra një njohje e re, çfarë do gjë ka të bëjë me punën, me karrierën, me paran, me aspektin material, duket se favorizohet goxha ditën e mërkurë dhe ju me sa duket përmes propozimeve që ju bëhen ose me vendosmërinë tuaj mund të keni rezultate shumë pozitive. Çfarë do gjë ju lidh me shenjat e tokës është në favorin tuaj, ta dini. Për sa i përket pastaj ditës së enjte, dita e enjte është dita e dashurisë, e intimitetit, e gjejmë përsëri rrugën tek njëri tjetri nëse kemi humbur, e rindezim atë shkëndijën, flakën, e bëjmë flak të madhe dhe përmes të kuptuarit të gabimeve që kemi bërë falim njëri tjetrin dhe rikthehemi tek njëri tjetri, por është edhe dita që edhe mund të ketë rikthime nga e kaluara ku pasoni ndizet dhe bëhet, duke diun se çfarë mund të bëhet, dinamit fare. Por është edhe dita që favorizon njohjet e reja dhe sidomos me këtë lloj tipari, do me thënë të tërheqjes së lartë fizike, do me thënë janë ato lloj lidhjesh ose janë ato lloj njohjesh që nuk e mendon dy herë ta lejosh tjetrin të bëhet pjesë e jetës tënde, sepse duket sikur e njeh një jetë të tërë. Pra e lëshon trupin në mirëbesim. Pse? Sepse duket sikur e njeh një jetë të tërë, ta jep të lloj besimi, domethënë. Nëse është një ditë me si thua, kërkesa të larta, përsa i përket dashurisë dhe përsa i përket intimitetit në përgjithësi, dhe fal intimitetit, duket se korrigjohen goxha problematika, sidomos për çiftet që e kanë humbur atë pasionin me njëri tjetrin. Ka për çiftet që janë në marrëdhënie afatgjata. Pra e gjeni vetëm përsëri tek njëri tjetri, rindizet pasioni. Përsa i përket ditës së premte, dita e premte është dita e lajmeve të rëndësishme. Pra lajmet të cilat ju favorizojnë juve në lidhje me çështje studimore, me çështje karriere, me një rikthim të një personi që me sa duket po ju jep dhe arsye pse u largua, pse e mbyllët si fillim, por që mund ta rinisni përsëri nga e para. Pra është dita e lajmeve dhe njëherë po ju them, është dita e rishikimit të një kontrate që ju leverdis, është dita e marrëveshjeve të rëndësishme, kështu që mundoni të shfrytëzoni ato sipas interesave tuaja. Ne martëm kurrejtë e premte. Për sa i përket ditës së shtunë, dita e shtunë është dita që kujdesi në botën e ëndrave të çuditërave dhe ju nuk po i shikoni gjërat ashtu sikurse realisht janë, ju pëlqejnë vetëm, do të jeni pra çik si të thuash në pran, do të jeni pak arrogant, do të jeni pak më pëlqen mendimi im dhe s'pranoj mendimin e tjetrit, por dhe mund të gaboni këtu, kështu që për të marrë mendime të rëndësishme gjatë ditës së shtunë nuk ju rekomandoj. Kujdes me njohjet e reja sepse do ju duket sikur ju i dini të gjitha dhe nuk ju gënjen njëri dhe nuk ju mashtron njëri, por mund të bini në të thella përsëri dhe ta pësoni keq dhe në total, nëse do ju duhet të merrni vendime të rëndësishme, mirë do të ishte të dëgjoni pak edhe mendimin e të tjerëve. Kujdes se do jeni duke gabuar ditën e shtunë dhe më bukur do jeni duke gabuar pa e kuptuar dhe fare. Dhe përsa i përket ditës së diel, pastaj dita e diel është dita e normale do bëni pishmon, pra një gabim do e bëni, s'ka mundsi ditën e shtunë, fal, e thash, domethënë sjelljes tuaj narcisiste ose sjelljes do i pëlqej vetja, le të themi, ti bjem shkurt dhe pastaj kur ti bini në të, se çfarë budalloku keni bër, do të pendojeni, por do të jetë vonë. Kështu që gabim dita e shtunë, pendes dita e diel. Do bëni pishmon, por do të vështirë të riktheheni në kohë dhe ta korrigjoni gabimin. Kështu që mundoni ta evitoni tani që e dini që ekziston mundësia të ndodhi diçka e tillë.